Se zakonisht njerëzit na vlerësojnë ne politikanëve vetëm nga debatet uzume këtë, ta mësojnë emrin vetëm po uzure. Po nuk patë sherrë, nuk ta mësojnë emrin. Kështu që pothuajse s'di një fare për punën, për ato çfarë procese të tëra që ne bëjmë në Parlamentin e Shqipërisë. Më lejo të them një gjë. Kemi aprovuar ose do aprovonim një ligj i cili kishte të bënte me eliminimin e gazeve serë. Gazet serë janë gazet cilat krijojnë efektin serë, sipër dhe hapin vrimën e ozonit. Europa ku duam të shkojmë ne, për Bashkimin Evropian, ka aprovuar disa direktiva, të cilat do duhet ti përshtasim edhe neve në legjislacionin tonë. Po çfarë do të thoshë kjo? Kjo do të thoshë që ti duhet që disa gazra që përdoren brenda kondicionerëve ti zëvendësoje. Mendo se sa shkolla, salla, spitale, hotele. Duhet të ndrojë gjithë sistemin e. Duhet të ndrojë gjithë sistemin sepse duhet të jetë me një gaz tjetër. Eliminimi i këtij gazi, mënyra se si ai gaz, pra vetë ai që e importon pajisjen, apo ai që riparon pajisjen, do duhet të raportojë ditë për ditë sa gaz mori, sa gaz hoqi, ku e çoi. Këto janë çështje për të cilat sigurisht qytetari nuk informohet ose duket sikur ose ndoshta edhe si intereson. Por është në përditshmërinë e tij, sepse në rast se ne vazhdojmë sillemi të papërgjegjshëm ndaj këtyre elementeve, do vazhdojnë këto ndryshime klimatike, do vazhdojnë të na bien këto shira me këtë furi, do na krijojnë përmbytjet që na krijojnë, do na krijojnë thatësira, do ta psojë bujqësia. Të gjitha këto janë elemente për të cilat ky është një problem global. Po sigurisht, por ne duhet jemi gati. Pra kur ne themi duhet të shkojmë në Europë, duhet bëjmë këtë. Po di çfarë kosto është kjo gjë? Vetëm ndryshimi i këtij gaz, përdorimi të këtij gazeve, që të përdorim gaze friendly me ambientin, miqësor me ambientin, dhe eliminimi i gazeve të cilët nuk janë friendly me ambientin në Shqipëri, është një investim që kalon 10 miliona euro. Atëherë si do t'ja bëjmë se duhet ta bëjmë biznesin koshient, duhet ta përgatisim për ndryshimin e këtij investimi, po duhet investime publike të cilat duhet ta plotësosh të standard. Pra futja në Bashkimin Evropian nuk është thjesht bërja e disa letrave. Që për cilën kur flet kryeministri që duhet brenda vitit 2027 duhet plotësojmë këtë gjë këtu. Nuk është thjesht të bëjmë disa letra. Është edhe para përgatitja e këtij vendi dhe përgatitja e këtij vendi me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe kur themi që ne jemi të vetmit që mund ta bëjmë këtë gjë, nuk e themi kot, themi të vetmit e para sepse nuk na mungon kapaciteti për ta bërë, nuk na mungon eksperjenca. Kemi kaq vite që merremi me këtë çështje, jemi në brendësi të gjitha problemeve. Dhe kemi për hapa para. Dhe dim që kemi përballë. Se po të kishim përballë në një grup njerëzish të rinj, njerëz të cilët kanë vizion, kanë aftësi, kanë energji, mbase edhe do të dukeshim si konkurrent tanët edhe mund të ta diskutonim këtë çështje. Po kush ta bëj këtë? Me këtë flasësh për këtë çështje të gazeve me Saliun?